edhe të vendit fshi, një akt pa ftyrësi ekstreme, mbi ligjin dhe kushtetutën. Po pse kështu? Se i tillë është kryeministri i vendit. Se i tillë është kryeministri i vendit. Ndaj dhe ata sillen në këtë mënyrë na ju qytetarë. Ata janë në shkollë. Këta gjykatën kushtetuese, me nder gjykatës një pjesë e tyre, turp gjykatës një pjesë e tyre, këta janë në shkollë. Ose kanë fakultet juridik, ose kanë fakultetet tjera. Pra nuk janë njerëz të pa lexuar, po njerëz të zhveshur nga çdo moral ligjor, nga çdo moral zyrtari. Janë njerëz që shkelmojnë mbi ju si larva qytetar. Janë njerëz që shkelmojnë mbi interesat tuaja. I them të gjitha këto vetëm në një qëllim, se ju jeni shpresë e fundit dhe vetëm e këtij vendi. Shikoni gjërë ku ka arritur. Ju jeni shpresë e fundit dhe vetëm e këtij vendi. Prandaj të vazhdojmë. Të vazhdojmë me vendosmërinë më absolute. Gjerën triumfin e moralit, e të drejtës, e legjimitetit, e dinjitetit të qytetarëve, interesit të tyre dhe të Shqipërisë. Faleminderit. Zoti Berisha, në 10 shkurt ju do të mbani protestën e radhës kombëtare. A do të jetë kjo protestë e pandërprerë, duke cituar edhe atë se ju çfarë keni thënë në daljet publike se qytetarët dhe demokratët kanë kërkuar ta zënë sheshin e mos ta lëshojnë më. Faleminderit. Gjithnjë e më i madh është numri i qytetarëve që kërkojnë një gjë të tillë. Unë i siguroj ata se kërkesën e tyre e konsideroj më të drejtën, shumë të drejtë, dhe se ajo në rastin më të parë të mundshëm do të zbatohet. Pra, është rruga, ata janë qytetarë të përgjegjshëm, që duan të përballen me këtë shtet të degraduar, të degeneruar në shkallë ekstreme. Po si mundet një gjykatës kushtetues mos njeh përgjegjësinë ligjore? Mos njeh përgjegjësi para qytetarëve, po bëhet stroflla e fundit e hajdutëve të tij. Vetëm fjala e qytetarëve më ka ngelur këtu. Dhe unë kam bindje se këtë betejë qytetarët do ta fitojnë. Do ta fitojnë. Nuk janë të pakt ata që po shkelmojnë mbi dinjitetin e tyre. Ata që si shushunja po u thithin gjakun çdo ditë. Por prap, guximi qytetar, ndershmëria dhe morali qytetar është 100 herë më i fuqishëm se ata. Kështu që ne jemi, e kam deklaruar dhe deklaroj, tani kemi një objektiv, largimin e këtij armikut egër të qenjes shqiptarëve. Zoti Berisha, ndërsa ju kritikoni gjyqtarët nga këtu, kryeministri Edi Rama po kritikon gjyqtarët për pagat, për çështjen gjykatën kushtetuese. Madje u ka sugjeruar të bëhen edhe parti politike, meqense duan t'i marrin 37 milion euro buxhetit të shtetit nëpërmjet vendimeve të gjykatës kushtetuese. Në rast se sipas jush gjyqtarët janë të Edi Ramës, atëherë pse po vijon kjo përplasje mes Edi Ramës dhe gjyqtarëve, por tani edhe prokurorëve? Tani që janë të Edi Ramës, lexoj që të gjithë janë temruar prej tij. Të gjithë pa përjashtim. Një që ishte nga Ilir Meta e përzun. Apo jo? E përzun.
Çështja e pagave, unë e kam sqaruar. Pagat dhe piramida e pagave janë e drejt absolute ekskluzive për të gjithë shtetin dhe institucionet e tij e ekzekutivit, përveç ndërmarrjeve publike, që funksionojnë me mekanizëm tjetër. Ndërtimi piramidës pagave është një detyrë me shumë përgjegjësi dhe jashtëzakonisht rëndësishme. Ndërtuesi i saj në piramidën e pagave pasqyron përparësitë që ka kombi në rrugën e zhvillimit. T'jap një shembull. Për qeverinë 2005-2013, me qenë se ishte në fund të shkallares pagave, u përparësuan arsimi dhe shtetësia dhe u nxorën në 1/3 e sipërme të shkallares. Përparësim. Sot janë në fund prap. Shif si janë sektorët. Cop të shkatruar. Vim të gjyqësori. Gjyqësori ka patur në ligj të përcaktuar mënyrën ose normat dhe mënyrën e rritjes së pagave. Ligji imponon të qeverisë, mbasi e kishte votuar atë ligj, që të respekton të ligjin, por hirës vërtetës. Në atë shkallare pagash, një prokuror i antikorrupsionit që në statistik reale ka qenë 3 herë më eficient se sa Troplini sot me statistik. Mirte gjithsejt po thuaj se 5 herë më pak se sa Altin Troplini sot. Mirte rreth 1.400-1.600 euro. Po kështu gjykatësit. Dhe asnjëherë nuk kishin shfaqur, ja ku janë të gjitha, asnjë pretendim. Pse? Ata kishin në ligj të sankcionuar se si u rriteshin rrogat atyre. Kam dash të bëj një ndërhyrje, në favor. Kam dash të bëj se kishte mundësi. Jo, thanë, ne kërkojmë, e kemi të mirë ligjin, sepse ligjin e kishin ndërtuar e kishin ndërtuar ata mbi bazën e eksperiencës, mbi bazën e meritës, kishin vu, nuk ishte një ligj, ishte ligj shumë i mirë, dhe rriste çdo vit. Nuk ishte diskutim që ata nuk, domethënë, atyre u amortizoshin çdo vit pasojat e inflacionit. Po. Tani, çfarë bëri ky? Erdhi ky me vllahic dhe stër vllahic, përmbysi piramidën e pagave. Ky Shakaxhi, Zhgaravitus, që ka zero ide për shtetin, nuk kuptoj që po i vinë të kazmen. Po i vinë të kazmen në themel piramidës pagave, duke caktuar rrogat që i thoshte vllahica e cila raportet në komisioni i dërgonte nga zyra e tij, i mirte nga zyra e tij. Çdo gjykatës
sot ka 100% të drejtë të mos pranoj piramidin ekzistuese. S'është këtë çështja e niveleve. Është çështja sepse ky një prokurori në prokurorinë speciale i jep një rrogë 2 herë më të madhe se gjykatësit kushtetues. Ju më ndëgjoni çfarë thash për ta. Po prapë të s'mund ta bëj shteti. Shteti është detyruar t'i qëndrojë hierarkisë. Ka hierarki. Dhe kjo hierarki përcakton rrogën më të lartë në Republikën e Shqipërisë, presidenti i Republikës. Pastaj tjetri e tjetri me radhë. Kurse ky vetë ka votuar piramidën. Vetë ka votuar në kushtetut, ligjin. Ç'po kërkojnë shoqata e gjyqtarëve dhe gjykatësit? Të zbatojnë ligjin. Prandaj dhe unë nuk do isha kurrë në mbështetje të tyre, po të mos ishte kjo. Ky ka përmbys piramidën. Ky është përgjegjësi kryesor. Hajde zgjidhë tani, nuk luhet me piramidën e rrogave. Urdhë. Çfarë ndodh tani? Na thot pak, si do e zgjidh? Si do ta zgjidh? Ata kanë të drejtë e Zotit, kanë të drejtë e kushtetues, kanë të drejtë e ligjit në pretendimin e tyre. Ndaj dhe ato të zeza që i bëri vendit e Dirama, ato duhet t'i paguaj 1 minutë më parë, të largohet. Kjo është e gjitha kjo. Nuk do të mbështesja unë, kur, por mbështes të drejtën. Mbështes të drejtën. E drejta është që piramida është përmbysur. Dhe është përmbysur vetëm për të paguar një grup mercenarësh për qëllime politike. Hajde zgjidhë tani. Hajde zgjidhë. Prokurori i përgjithshëm merr gjysmën e rrogës një prokurori në skap. Shtet është ky. Leck është ky, s'është shtet. Kur u bëra president u qa dishti, kisha një këshilltar unë. Këshilltari im me qenë se ishte ushtarak, mirë të një rrogë 60% më të lartë se unë. Po, eksakt. Kështu që këto janë miratër. Faleminderit.